Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 1 nëntor 2025. Jemi në ditën e Saturnit. Kemi kaluar disa ditë të vështira duke qenë se vendoset planetare na testuan në mënyrë të dukshme. Edhe që sa ditë do të kemi një mungesë të elementit të tokës, por mund të jetë më e menaxhueshme. Gjithsesi, të tokëzohemi, të kalojmë kohën në natyrë dhe të fokusohemi tek realiteti, do të jetë normalisht shumë më efikase. Kësaj dite hëna do të jetë në shenjën e peshqve dhe do të krijojë edhe kënd pozitiv me diellin. Kjo do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me çdo marrëdhënie që kemi në jetën tonë. Duke qenë se ka një fuqi shumë të madhe rigjenerimi, do të këshilloj që ta përdorim. Mënyra më efikase për ta përdorur këtë është që të komunikojmë hapur me personat që kemi rreth rrotullt. Kjo do të na ndihmojë që të kuptojmë më mirë veten tonë dhe të krijojmë marrëdhënie të cilat janë shumë më të thella, të shëndetshme dhe të cilat mund të bëhen edhe shkallë të rëndësishme të jetës tonë. Në këto momente Mërkuria ka një kënd negativ me Uranin, prandaj edhe problemet me teknologjinë, përhapjen e informacionit dhe rrjetet sociale vazhdojnë që të jenë aktive. Prandaj edhe këshillat vazhdojnë që të jenë të njëjta, të bëjmë kopje të dokumentave të rëndësishme, si dhe të dërgojmë të gjitha email-et apo informacionet e rëndësishme të punës në disa forma të ndryshme. Për fat të mirë, këtë ditë do të jetë shumë më e thjeshtë për të menaxhuar, sidomos në qoftë se e ndihmon njëri tjetrin. Ndërkohë që motoja e ditës do të ishte përgjegjësia si fillim mund të jetë ndaj vetes, por të mos harrojmë edhe ambientin. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.